Mashship.com, dritare e re e lajmit dhe fakteve nga Bostoni. Në Boston ka nisur një nismë e re mediatike që synon të jap komunitetit shqiptar një zot pavarur profesional bazuar vetëm në fakte. Në ditën e pavarësisë, me 28 nëntor, është lançuar sajti Mashship.com, platformë e re online në gjuhën shqipe, e cila ngrihet pikërisht aty ku dikur themelua Gazeta Historike Dielli. Iniciatori i projektit, gazetari Flamur Veza, i larguar për vitesh nga Shqipëria, thotë se synimi është krijimi një media ndryshe, larg propagandës dhe lajmeve të zbrasta. Mashship.com teksoj ai do të ofrojë vetëm informacion të verifikuar të dokumentuar me vlerë publike. Portali do fokusohet fillimisht tek aktualiteti nga Shqipëria dhe Kosova me kontributin e gazetarëve të njohur shqiptar. Një rëndësi të veçantë do të zëndë zhvillimet nga Shtetet e Bashkuara, politika, ekonomia dhe çështjet që prekin drejt për drejt komunitetin shqiptar në Amerikë. Rubrika Diaspora shqiptare do pasqyrojë ngjarjet, aktivitetet dhe historitë e suksesit të shqiptarëve në të gjithë Shtetet e Bashkuara, ndërsa seksionet të tjera do mbulojnë sportin, kulturën, historitë njerëzore dhe hapësirën për bizneset shqiptare. Mashship.com hap gjithashtu dyert për opinione, analiza, mendimet pavarura, duke garantuar respekt dhe panshmëri. Do kush mund të kontribuojë me shkrime ide apo denoncime që shërbejnë interesit publik. Veza e përshkruan platformën si një lidhse mes diasporës dhe ateut, një hapësirë ku fjala e lirë dhe vërteta mbrohen si themelet të demokracisë.